Këtu jam bashkë pra me kryetarin e ardhshëm të Mitrovicës, Faton Peci. Qeveria qendrore do ta ndihmoj Mitrovicën me prioritet. Se një Mitrovicë ka Kosova, e me ka Kosovë pa Mitrovicë. Kemi projekt, kemi ide, e kemi vizionin e qartë. Mitrovica do ta shndrojmë në qendrën më zhvilluar në rajonin e pjesës veriore të Kosovës dhe se gjithsesi gjithë pjesa e investimit edhe në siguri, edhe në sovranitet do të shoqërohet me projekte konkrete, zhvillimore dhe infrastrukturore në qytetin tonë të dashur, në jug e në veri. E keni po shumë mirë me 12 tetor çfarë manipulime shkanë bo. Ma ato exit polla. Po s'kanë qakëshyrin më exit polla. Se me 9 nëntor, ata kanë veç exit. Se fillon një 4 vjeçar i ri, i vetëvendosur si Faton Pecit, ku Mitrovica do të rritet e do të ngritet sepse na vyn me qenë udhëheqëse për krejt veriun e Kosovës. Krejt veriu i Kosovës i ka syt ka Mitrovica. E duhet me pas një kryetar të i cili kur i ki syt edhe ta ngro zemrën, edhe ta mushmenën e kena gjetë midis juve vllahun e juaj Faton Peci. Fatoni jemi këtu për mu zotu para juve që nuk ka uri që i merë këto ura. Këto ura e mura porta. Prandaj urat janë të qëndrueshme, njëra është e përfunduar, tjetra po ndërtohet e do të përfundoj, sepse ne e duam Mitrovicën si asnjë tjetër e si askush tjetër. O për shkanana ka batja, o për me i dalë shkja ut për bal, ndo luftoj me zemër plot, ne me pushka ta me top, ndo luftoj me zemër plot, ne me pushka ta me top. Kush luftono në ato mage, është ushtria shqiptare.